Mirë, bëjmë një ëmbëlsirë tani, ndryshojmë pak shijen e recetave, derisa të aktivizohet edhe brumja, nuk e kemi mbuluar që vazhdimisht jetë edhe në planin tuaj. Një ëmbëlsirë me lëng portokalli, apo jo? I tregojmë fillimisht përbërësit, shënojini mirë, do t'i gjeni edhe në rrjetet tona sociale, po ashtu edhe në kanalin tonë në YouTube për Reze Dielli, por ju që po na ndiqni drejt për së drejti, shiheni pak ëmbëlsirë me mandarin, me krem muhallebi. Lëng, mandarine, lëng, portokalli në një familje janë agrumesh. Për kremin, muhallebi ju duhen 4 gota qumësht, 2 lugë gjelle miell, 3 lugë gjelle niseshte mistri, 1 filxhan çaj sheqer, 1 lugë gjelle gjajp, 1 vanilje, sheqeri. Presim tani për pjesën e brumit me mandarin. 3 gota, pra do të bëhet si një lloj qulli apo jo, si një lloj pelteje, muhalebie. 3 gota lëng mandarine, 3 lugë gjelle niseshte misri dhe 6 lugë gjelle sheqer. Nëse ju doni më pak ose më shumë, këtu mund të ndryshoni pak gramaturën, prandaj është shkruar dhe në klapa sipas shijes. Tani, çfarë bën, po lexon lajmet? Po, thash edhe unë se kisha bërë ndonjëherë të lexoja diçka në emision. Në fakt, ato syzet më duhen mua kur lexoj ato përbërësit se kam ekrani shumë. Po, unë kam kavanozmi. Unë kam kavanoz. E kam provuar, po. Atëherë, do të shtoj. Masën, le të marr pjesën e parë, urdhëro. Pra kështu mund t'i ndani më kollaj. Ja. Shtojmë miellin, niseshten, sheqerin, vaniljen, që të jenë sa më të kollajta që t'jenë. Me një lugë, bëj një përzierje. Ja. Po, përshtyri që kontenti që të kemi një fushë pamje të duhur. Ky është regjia, ky është lëng mandarinash apo lëng portokalli? Mandarina. Unë që kam shkruar portokall, kam shkruar. Jo, ti mire ke, po unë ku e gjeta këtë portokall. Në portokalle moj. Jeni në rregull me termat? Është lëng mandarine, jo portokalli. Po në një familje janë gjithsesi. E përzijej mirë. Derisa në një familje janë, si janë në një familje? Është familja agrumeve, portokall, mandarin, limon, citro, lajm po, pergamondo. Një familje madhe bukur agrumesh me vitamin C bazën. Emërusi përbashkët është vitamina C. Thash pergamondo më kujtua, ka qenë një film Vagabondi, 420. Kam qenë vogël, po. Ishte për një mua më duhet vija muzikore Vagabondi. Mërgjimtar, patjetër ta them datë, një mërgjimtar që kishte shkuar në Amerikë dhe këpucët e tij. Po, tani. Nera gjuta e Japani, ja patlu Hindistani, ka per loto pirusti bilibili me Hindustani. Nera gjuta e Japani. Këtë këngë kam suar nga baba im indjer. Që e vogël kam pasur vesh muzike, patjetër. Do t'i ta këndojmë dhe njerë, e do një përsëri. Urdhëro, direkt këtu. Është nxjerrja e nxehtë, prandaj ja, nuk më kërkon kohë, kur është e nxehtë, normalisht do t'i shtoj tani edhe gjalpin, edhe Nikia, ka më duhet këta. Ja. Të duhet për ta ftohur. Po ja t'i jap edhe një nxehtësi kësaj që të kem unë mundësi. Derisa aty të bëhet, të rëndohet teli, duke e trazuar, të bëhet një masë e butë kremoze. Edhe lëngun e mandarinave. Pa tjetër që le të punoj, jo pas kam dezur të kundërtën, po vejmë alë parasyze, vejmë, në dalë vejmë. Tani ky proces do pak kohë, derisa të mpiksen. Po të doni ju, e bëni në masa më të mëdha, në njenë më të madhe, po të doni ju mund të vendosni në tasa individuale. Pra duhet një trazim të këtë dyja të nxjerrë. Një tek mandarinat, lëngu i mandarinave dhe tjetra tek kremi i bardhë. Sërisht,
sepse e ka pak dëshire, e ka pak qef, për shumë i fice, që një sështeja të qëndroj të cimentoset, edhe mielli të ngjitet në fund. Prandaj, jap më vëmendje, e kam thënë, dhe e them pra, e keni vënë re që unë asnjëherë nuk i qëndroj të nxjerrës këtu, duhet sa libri. Sa larg mbajmë librin, 25-30, hajde i shtojmë një 5 cm për hatër, edhe nuk kemi problem as vjetë e flokut edhe as një gjë. I përzihet të dyja njëkohësisht, që të më krijohet ajo masë. Pa më duhet më pas. Më pas më duhet që të qëndrojnë pak në frigorifer, që Nike, a vjen këtu Niki? Vjen këtu i përzihen pak, që unë të ke mundësi në të njëjtën kohë me brumi. Me të njëjtin telë, se janë... Po, me të njëjtin, nuk ka problem. Ja të largoj edhe talierën. Furra e para ngrohur. Unë e kam të 205-a. Mbizotëron vanilja dhe mandarina aroma, pak e cila do të thuhet pak si aromë në nxehtësi, ndërsa vanilja do të superohet. Ja. Urdhëro letrën, jetë pak e lagur dhe sërish të vendosësh bukën, se këtu filloj teli të rëndohet. E punoj. Vendos brumin, dale. Ju thash që mos pretendoni që të keni një brum të fortë, sepse është mielli i hikrës dhe i thekrës që nuk lën. Një sekundë, qyre pak të sfare duart, edhe... Ky shkëlqimi që ka peltja, vjen nga gjalpi. Vjen nga gjalpi, të lumshin duart. Të lumshin duart. S'kam çfarë them tjetër. Më dhe më je bërë si lule borë sot, e? Po ka është pranvera, më Albana. E di, më je di. Plus që kam hënën në virgjëresh në shenjën time. A e dini për pranverën? Tha, dolën plakat gjitha të punojnë. Edhe i tha prilli marsit. Marso vëllatha, më jep 3 ditë uha, të thaj plakën me gjithë shka. Aman, ju më shënton, se gjuna. Ja. Plakat janë në prill apo në marë? Në prill duket janë, po. Në mezi prillit. Prillë vëlla. Është, tamam këto legjendat që kanë ardhur deri në ditët e sotme për fshirat e prillit. Thekrën, qa thekrën me thekrën, nëna mbeti marsi e prill tërshërë. Thekrën edhe hikrën e kemi brënda brumit, brënda mielrave të tjerë. E marr e vendos me shumë dashuri brënda në furrë që e kam 205 në varësi të furrës që ju keni në shtëpi, e çoj tek 200-ta. Jo, 200. Një shplari të mirë duarve. Tani unë shpresoj që këtu të mos jetë ngjitur gjë. Largoje, largoje. Kjo kam larguar, nuk e besoj se është ngjitur shife, dhe ky duhet jetë besoj rezultati. Konsistenca e... Po, që të ngjyhet, të lyhet tek luga. Nëse mund ta tregojmë. Unë do ta marr ta provoj pak, prandaj ngjyva lugën. A me ama se kalamojës, kur ishim fëmijë thoshim, lëre pak. Do të thonë fëmijën atë, është shumë alebia e fëmirit. Edhe kështu si që është më vete kjo kremi bardhë është shumë i shishëm. Imagjino do mpikset më tepër, do të ftohet dhe do ta vendosim në frigorifer. Patjetër që do të vendos. Sa i mirë. Ma pëlqeu dhe kështu i ngrohtë siç është. Një do ta tregoj nesër. Vjen një aromë vanilje. Një do ta tregoj nesër. Pse? Jo pa qëllim. Çfarë do tregosh nesër? Po. Një tas do ta tregoj nesër. Pak vaj. Një truk i bukur ky për të mos u ngjitur muhalebia. Pra kur ne duam ta kemi si formë, në formë. Dhe shtoj. Pra bëjmë gati një vazo që ta vendosim tek vendi dhe bëjmë shkëputjen me reklamat tona. E lë këtu. Kjo është vaj, kjo pa vaj. Ndërkohë, pjesën tjetër të kremit të lëngut mandarinave. Ta përzije pak. Mos duhet të qëndrojë dhe pak? Po patjetër, të plotësohet të bëhet ai në formë kremi dhe ne rikthehemi pas publicitetit për ta treguar këtë pjesë, sepse në të vërtetë edhe kremi të muhalebi duhet të ftohet pak përpara se t'i shtojmë sipër kremin tjetër me aromë mandarinash.
Mirë se erdhët, është momenti tani të përfundojmë recetën tonë të ëmbël, një ëmbëlsirë me lëng mandarinash. Kemi përgatitur kremin muhallebi të parin, e kemi vendosur për të ftorë në tasa qelçi, për të ftorë dhe për të mpiksur, dhe tani është momenti të shtojmë kremin e dytë, kremin e verdh me aromë mandarine. Do ta vendosim sërish të qëndrojë për me vaj, sepse jo më kot e kam bërë me vaj, gjë që nesër do ta. Se duhet të qëndrojë të mpikset mirë. Kjo është nesër kjo. Se kjo do ta kthej në formë këtë, prandaj. Ktu. Këtë ana shkaloj nuk më duhet. Gatuam këtë recet të ëmbël. Që mund ta shohim kështu nga afër. Me 2 shtresa, me 2 ngjyra, ku mbizotëron kremi muhallebi i bardhë. Si e përgatitëm për anvisat që ju bashkuan tani ekranit ton, ja u tregoj unë tani recetën, dhe është shumë e thjeshtë në përgatitje. E lëm pak sa të mpiksen këto. Të dyja bashkë. Të dyja më vete janë shumë të mira në shije, me një shije delikate, velvet, të butë, jo shumë të ëmbël që të vel, por një shije e qëndrueshme. Si e përgatisim kremin muhallebi? 4 gota qumësht, 2 lugë gjelle miell, 3 lugë gjelle niseshte mistri, 1 filxhan çaj sheqer, 1 lugë gjelle gjalpë dhe 1 vanilje sheqer. Të gjitha këto i bashkojmë në një enë dhe i trazojmë derisa të formohet kremi. Ndërsa për pelten me mandarin të ngjyrën e verdh, kemi 3 gota lëng mandarine, 3 lugë gjelle niseshte mistri dhe 6 lugë gjelle sheqer sipas shijes. Fund fare e pudrosni, siç e bëri tani Albana, me pluhur kokosi. Kurse kjo kthehet mbrapsht. Kjo kthehet mbrapsht dhe më pas vendoset me vaj enën.